Përshëndetje. Atëherë sot desha t'ju tregoj se si t'i bashkojmë dy bletë bashkë. Në fjalë nëse kemi një koloni të dobët dhe një që është më e fortë, duam t'i bashkojmë bashkë sepse për shumë arsye njëra bletë e shohim që nuk funksionon, nuk po ecën, nuk po zhvillohet, edhe atëherë ndajmë, vendosim që të bashkojmë një tjetër. Dhe sot po a tregoj në teori se si mund t'i bashkojmë me një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë efikase. Atëherë, si fillim, tek ajo bleta që do ta bashkojmë me një tjetër, duhet t'ja heqim mbretëreshën. Do ta heqim mbretëreshën ose e largojmë nga kolonia e vendosim diku tjetër ose duhet ta vrasim. Pasi ta bëjmë të punën, ta heqim mbretëreshën, ta vrasim ose e largojmë nga aty, si fillim unë e lej një ditë ose 2 ditë pa e bashku me një tjetër, i vras mbretëreshën edhe e lej një ditë ose 2 ditë. Pastaj e marrim edhe po këtë veprimin këtë duhet ta bëjmë në mbrëmje, pasi futen gjitha bletë brenda dhe e marrim atë koloninë te këtu koshere, te nukleusin, po e them se është kolonia e dobët, ndërsa kjo është mesatarja që është më e fortë. Gjithmonë